Jamat janë shumë të rëndësishme. Zoja Kryemadhi, okej, ju po bëni një fushat të veçantë për bashortin tuaj, por a ka ndonjë nga ata ish bashortin e dikush, a ka ndonjë nga ata që ju kërkoni votën që ka thënë moj zonjë, ju po kërkoni votën për ish burrin, se po të ishit bashkë, t'ja jepja votën, po si kërkon votën për... Absolutisht, unë nuk shkoj ke këta njerëz që mendojnë kështu. Po jo ti se di. Ashtu. Patjetër që e di, sepse unë shkoj tek njerëzit e mi, ke miqtë e mi, ke familjarët e mi, ke shokët e mi. Jam edhe pak e paci për ta kërkuar votën edhe kur takoj një njeri në rrugë që më përshëndet dhe më thot të ndjek dhe më pëlqen dhe i them, okej, nëse ti më ndjek apo edhe unë të pëlqej për atë çfarë them, a do të më ndihmosh të japësh votën për babain e fëmijëve të mi? Pra, ajo çka shikojmë, ndryshe ne jemi më të drejtë për drejtë në sidomos njerëzit që nuk kanë pushtet, nuk kanë arsye, pra ai që të do dhe të respekton ta thot publikisht dhe një njeri kur ta thot publikisht nuk ka kompleksin për të ta dhënë votën. Në përgjithësi kam shkuar tek gjithë ish themeluesit e vjetër të LSI-s, pra të 2004-s, kemi ishte mi socialist të vjetër. Të Plum Xhufi, të Fotosklosi, të Ndrej Legisi, të plot të tjerë, Filoreta Kodra e tjerë. Ju mendoni që këta e themeluan LSI-n? Unë thash disa, Spartak Brau, që do të bëj një listë. Spartak Brau voton Durrës. Ju mendoni që këta e themeluan LSI-n? Që përmendët ju? Bashkë me të tjerë po. LSI-n e kanë themeluar 200 student, duke filluar nga Rametliu e Nolaço, Luçi Qafoku, Indrit Shpirti e Nolaços në atje në Parajs, Elona Guri, e shumë, djem dhe vajza. Po këta si një dhe njeri, zoj? Jo, po ishin themelus këta. Themelus tani po na i zirë mas 20 vjetë. Tani, ti do bësh debat, apo do pim kafe? Jo. Tani, u po të them që... Nuk është fakt. Po këshin një dhe këta? Si? Elona Gurin e Lucianon e të tjerë. Po këta janë themelusit, po sot sa vota prodhon këta dhe sa vota prodhon Luçi Qafoku? Sot është tjetë gjë. Po kjo është tjetë gjë. Po për sot të flasim për këtë realitet. Themelusi LSI. Jo se pas themelusit. Si një dhe njeri në 2004, në 4 shtator, 2004, këta si një dhe njeri zonjë. Dakor, por me 4 firma nuk themelohet një parti politike Land Qafoku. Se nuk po ndërtojmë dekalog emision që je vetëm ti dhe regjizori. Edhe 2 kamera statike që s'kan as kameraman. Është gazetari, është edhe tjetër që gjon. Pra, nuk është dekalog. Një parti politike nuk është një emision. Një parti politike është bashkim vullnetar i një grup njerëzish të cilët minimumi duhet jenë 300 firma. Dhe në këto 300 firma, këto 4 emra që përmendët ju janë 0.04% e atyre firmave. Një e para, e dyta, themelusët e LSI-s, jo, themelusët e LSI-s, pastaj ato sallat, pallatet e kongreseve, pallatet e sportit. Vota e një individi, vota e Ilir Metës, vota e Edi Ramës, vota e Sali Berishës, është e barabartë me votën edhe të ati Rojës Derës që më priti aty këtë rau mua për të më sjellë tuke zyra juaj. Që njerëzit nuk e shikojnë. Ja kërkuat votën atë? Që njerëzit nuk e shikojnë në YouTube. A ti te porta ja kërkoj? Jo, nuk ja kërkova votën, sepse isha vonë për tarë ke emisioni juaj. Do të kërkosh pastaj? Po kur të dalë? Do të kërkosh? Do t'ja kërkoj. Po patjetër se do i them të përmenda në emision. Do ta them. Patjetër që do t'ja kërkoj, sepse ai ishte njeriu që më tregoi rrugën mu për tarë ke studio jote. Pra ti Land Qafoku, po të më vononte ai, më çonte në një drejtim tjetër, unë nuk do vrija, do të vija në studio. Pra ti mund të dush ta bësh emisionin, por nëse ti nuk ke gazetare, nëse ti nuk ke regjizore, nëse ti nuk ke Rojën e Derës, nëse ti nuk ke atë që të ruan studion ty gjatë natës, sigurisht që ky emision është i pamundur. Ti mund të kesh ide shumë të mira, por nëse ti nuk ke ekip, nuk e drejton dot emisionin tënd. Dhe ajo që dua të them përsëri është që këta themelues të LSI-s, të cilët janë drejtuar në gjithë botën, janë gjithandej. Unë nuk kam të drejtë ja kërkoj votën Plum Xhufit. Plum Xhufit ka të drejtë ja kërkoj votën Ilir Meta. Sepse Ilir Meta e bëri Plum Xhufin ambasador kur ishte kryeministër, Ilir Meta e bëri Plum Xhufin deputet. Ilir Meta do bënte një çoban ambasador. Pra, jo, dakor. Është njëri me potencial. Prandaj dhe unë po them, me çobanët jam marr unë. Me klasën punëtore jam marr unë, me të papunët jam marr unë, me të pashkollët jam marr unë, me të smurët jam marr unë. Kështu që unë merrem me këtë kontingjent njerëzish, të cilët e kanë votuar Ilir Metën sistematikisht dhe LSI-n sistematikisht. Intelektuale që Ilir Meta i ka bërë ministra, drejtora, deputet, ka detyrë Ilir Meta t'ju kërkoj votën dhe t'ju shkruaj letra. Nuk e di. Nuk e di, nuk kam komunikim me Ilir Metën, kështu që mos më pyesni se çfarë bën Ilir Meta. Okej, bëra gabim spyet ata që shpërndajnë. Kështu që duhet të kishit pyetur ata që shpërndajnë letrat e Ilir Metës. Kështu që në këtë drejtim, domethënë, është detyra e partisë që rrethon Ilir Metën sot për të kërkuar votat. Por uroj që Monda Gjinasa apo dhe Risa Xhixha, që janë 2 vjetrit e partisë, të kenë
të mbajnë mend pra, po themeluesit e LSI-s dhe t'ja Ja, çojnë. për shembull Erisa Xhixhon, ti e ke mbajtur pranë. Po patjetër. Pra ti ke qenë Edhe mbështetje çfarë keqe ka që kanë bërë? Jo, se kam bërë pyetjen unë. Po. Po jo, Jo që po thonë, ja ti e ke mbajtur, po shumë mirë ka Jo, ti e ke mbajtur. Siç ka mbajtur Erisa Xhixhon, ka mbajtur dhe shumë të tjerë dhe kanë bërë shumë mirë. Se sot Erisa Xhixhon është, po themi, nga të vetmet që po punon më shumë nga të gjithë në 4 muskutierët e Ilir Metës janë në listë mbyllur. Do thënë ti e fjalën Tedi Blushi, Monda Gjinaso, Erisa Xhixhon dhe zonja tjetër që është në Fier. Po. Që përfitojnë nga rastet i them që të bëjnë komisionerët Mallakastër, se si kanë çuar akoma 80 komisionerë si atë çojnë dot Mallakastrës. E po s'është Ilir Meta, është në qelin Ilir Meta. Jo, s'është Monika Kryemadhi në Fier. Çfarë do i bëj? Si që do i bëje? Do t'i kishe bërë patjetër ajo, kaq. Po patjetër pra, është nga Fieri. A ka burrin nga Mallakastra? Po pse s'e ka bërë? A do marri shumë vota? Po, me këtë që s'ka bërë akoma komisionerë. Mirë pra, kjo është mënyra. Prandaj po them që midis Erisa Xhixhos, që është nga vjesi deri në darkë në takime, sigurisht që unë e besoj dhe vlerësoj Erisa Xhixhon. Do vim te këto vlerësimet, po kam një pyetje. Jo, meqense ma bëre pyetjen ti. Zonja Kryemadhi. Prandaj të them, koordinohu, edhe pse ke shkruar pyetjet, mos ma jep mundësinë që të kalojmë nga njëra tjetër, ose ta marrim pyetje nga fillimi deri në fund ta çojmë. Tani unë e di që ti nga politikane po bësh regjizore, po të lutem, këtu jam. Jo regjizore jo. Jo, këtu jam unë, aktore. As aktore jo, as aktore. Po më lër këtu se këtu jam unë. Këtë se di ti, këtë e di unë. Po mirë pra, këtu jam unë. Mos më thuaj që do të pyes më vonë, më pyet për Erisa Xhixhon dhe pastaj thua. Kam një skalet. Zonja Kryemadhi,